Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet e palishme po vijon në gjithë territorin e vendit, ndërsa deri tani nga qytetarët janë raportuar 12.265 raste abuzimesh në platformën Hapësira ime publike. Kreu i qeverisë ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga ndërhyrjet që po kryhen për lirimin e hapësirave publike dhe çmontimin e strukturave metalike të ngritura pa leje mbi trotuaret dhe rrugët publike. S'ka pushim, shkruan Rama, duke ju referuar nismës kombëtare për lirimin e hapësirave publike, e cila ka nisur në muajin korrik 2025. Ndërhyrja në terren do të vazhdojë deri në largimin e plotë të gjithë strukturave pa leje si pjesë e vizionit të qeverisë Rilindja Urbane 2. Paralelisht, në këtë proces po hartohet rregulloria kombëtare, e cila do të përcaktojë me ligj hapësirat që mund të shfrytëzojnë bizneset. Kryeministri Rama ka bërë të ditur se për çdo karrike të vendosur në hapësirën e kufizuar, subjekti duhet të kontribuojë në një pemë në fondin e gjelbër që do të krijojë qeveria e re. Për këtë qëllim, në dispozicion të qytetarëve, të cilët duan të denoncojnë rastet abuzive, është vënë portali hapësirapublike.gov.al. Deri më sot, nga denoncimet në portal, janë regjistruar gjithsej 8.953 raste, ndërsa 3.312 të tjera janë aktualisht në proces shqyrtimi.